Plymouth e mbylli me fitore 2-3 ndaj Northampton në League One. Protagonist për përmbysjen e rezultatit pas disavantazhit të dyfisht ishte pikërisht Laurent Tolaj. Ky i fundit fillimisht shënoi dhe më pas asistoi që të rikthehej baraspesha në javën e fundit të kampionatit. Tolaj mbyll kështu një sezon të shkëlqyer me Plymouth. Plot 18 gola të shënuar dhe 8 të tjerë të asistuar në kampionat bëjnë që të jetë i 4-ti në listën e gola shënuesve dhe i 2-ti sa i përket kontributit gol plus asist. 24 vjeçari ka luajtur me moshat e Zvicrën, ndërsa gëzon të drejtën për t'i përfaqësuar Shqipërinë. Për futbollistin e lindur në Zvicër pritet edhe ndryshimi i klubit gjatë merkatos së verës. Për t'u theksuar, janë edhe 4 gola të tjerë të shënuar në EFL Trophy, që e bëjnë ta mbyll sezonin me plot 22 gola. Kështu ishte edhe lojtari më produktiv i Plymouth, që nuk ja doli të ngjitet në Championship.